Gjerry O'Neill është zyrtarisht trajneri i ri i Ipswich. Anis Mehmeti do të punojë me teknikun 43 vjeçar në Premier League. Eksperienca e Gjerry O'Neill me Strasbourg në Francë zgjati vetëm disa muaj, edhe pse kishte kontratë deri në vitin 2029. Firma me Ipswich ndërkohë vlen pikërisht për 3 vitet e ardhshme. Më parë ka drejtuar në Angli edhe Wolverhampton me Bournemouth. Tashmë është gati për një tjetër eksperiencë të re. O'Neill akuzohej në prillin e vitit 2023 që kishte kërcënuar arbitrat në dhomat e zhveshjes. Më pas, doli i pafajshëm nga akuza për dhunë, edhe pse u konfirmua që ka pasur sjellje të pahishme. Nga Bournemouth dhe Wolverhampton është shkarkuar. Besimi tek ai qëndron se këtë herë do bëjë më mirë me Ipswich. Endri Zanelaj, ish futbollisti i Shqipërisë U19, është kthyer në një temë diskutimi në Itali në ditët e fundit, pas një postimi në rrjetet sociale. Mesfushori shqiptar ka qenë pjesë e skuadrës së Martina në Serinë D italiane, duke i dhënë lam të mirën në fund të sezonit. Por ai nuk mund të luajë në nivelet më të larta në futbollin profesionist, pasi është ekstrakomunitar, si pasojë e pasaportës shqiptare që ka, derisa të fitojë të drejtën në fushën e lojës duke u ngjitur me një ekip mes profesionistëve, sipas rregullave në Itali. Prej vitesh punoj, stërvitem dhe bëj sakrifica që të ndjek ëndrrën që të bëhem një futbollist profesionist. E kam treguar vlerën time në fushë, duke luajtur dhe duke dhënë gjithçka nga vetja ime çdo ditë. E megjithatë, sot, pengesa ime më e madhe nuk është një kundërshtar, nuk është një dëmtim dhe nuk është mungesa e impenjimit. Pengesa ime është kombësia. Të di që rrugtimi im mund të kufizohet jo për ato që bëj në fushë, por për çështje burokratike, është diçka që të dhemb. Do të vazhdoj të luftoj për ëndrrën time. Ishte mesazhi në rrjetet sociale e Zanelajt, i cili është shpërndar gjerësisht në mediat italiane si një problematikë e vazhdueshme që ndeshet çdo vit me futbollistë të ndryshëm në kategoritë e ulta. Armando Broja ka ngjallur interesin e klubeve italiane që janë të gatshme të afrojnë sulmuesin e kombëtares shqiptare nga radhët e Burnleyt, por marrëveshja që dukej pranë finalizimit të mundshëm me Cagliarin për momentin ka mbetur në vend numro. Nga një anë, Broja i ka dhënë okej transferimit te klubi i Serie A dhe është gati të vazhdojë atje karrierën. Por në anën tjetër, ka 2 pengesa të mëdha financiare për realizimin e lëvizjes drejt Italisë. Mediat italiane bëjnë të ditur se shifra që kërkon Burnley për lojtarin në formulën e transferimit i duket e tepruar klubit të Cagliarit, që e cilëson si të lartë, dhe negociatat mes klubeve kanë ngecur në këtë pikë. Gjithashtu, problematike është edhe rroga e lartë që ka futbollisti aktualist në kontratën me klubin anglez, mbi standardet që ka klubi italian. Ndaj përtej dëshirës së mirë, ana financiare mund të bëjë diferencën dhe kjo ka sjellë në një frenim mes diskutimeve mes palëve. Një nga talentet më premtues shqiptar që po rriten të futbollin italian është Giovi Nureddini, mesfushori i lindur në vitin 2007 ka hedhur një tjetër hap të rëndësishëm në karrierën e tij, pasi ka rinovuar kontratën me Genoa, klub që beson fort te potenciali i tij për të ardhmen. Pas firmës së re me skuadrën italiane, Nureddini ka folur për il secolo XIX ku kanë ndarë emocionet e deputimit në Serie A, objektivat për sezonin e ardhshëm si dhe admirimin e madh që ka për Cristiano Ronaldo. Debutimi në Serie A. Futbollisti shqiptar realizoi ëndrrën e tij duke debutuar në elitën e futbollit italian në sfidën ndaj Parmës, edhe pse qëndroi në fushë vetëm pak minuta, ai e konsideron atë si momentin më të rëndësishëm të karrierës së tij deri tani. Hyra në minutën e 89. Debutimi zgjati vetëm pak minuta, por ishte momenti që e ka mëndëruar që kur nisa të godisja topin për herë të parë, një emocion unik. Deri në minutën e 80 më kisha ngrohur fare, më pas trajneri më thret. Gjithçka ndodhi shpejt në mënyrë të papritur dhe pikërisht për këtë ishte edhe më e bukur. Për më tepër ishte një ndeshje direkte, rezultati ishte 0-0 dhe për mua ky ishte një sinjal shumë i madh besimi nga stafi teknik, tha fillimisht Nureddini. Rinovimi me Genoa. Rinovimi i kontratës me Genoa është padyshim një tjetër moment i rëndësishëm për mesfushorin shqiptar i cili synon të bëhet pjesë e përhershme e ekipit të parë gjatë sezonit të ardhshëm. Mezi pres tash për blek të gjestë të klubit të rikthehem të stërvitem me ekipin e parë dhe të luaj sapo të më jepet mundësia, ëndra ime e radhës është të shënoj në Ferraris, tha mesfushori shqiptar. Cristiano Ronaldo. Nureddini nuk e fsheh se një tulli i tij në futboll është Cristiano Ronaldo, sipas talentit shqiptar, ajo që e bën portugezin të veçantë nuk është vetëm talenti, por puna e jashtëzakonshme dhe kujtesi ndaj çdo detaj.
Cristiano Ronaldo e vlerësoi për përkushtimin e tij dhe kujdesin dhe fiksimin ndaj detajeve, janë aspekte mbi të cilat punoj shumë edhe unë. Në Kupën e Botës, pa Italinë dhe Shqipërinë, do të bëj tifo për Portugalinë e tij, tha Nureddini mes të tjerash.